duam të japim shans vazhdimit të diskutimeve dhe arritjes së një marrëveshje politike apo konsenzusi për çështjen e presidentit apo presidentes së re. Çfarëdo konstituimi i kuvendit pa marrëveshje për çështjen e presidentit praktikisht do të ishte parapërgatitje për shpërndarjen e kuvendit. Dhënia e mundësisë për dialog politik, për të arritur marrëveshje është e vetmja mënyrë dhe zgjidhja e duhur për konstituimin e plotë të institucioneve tona, ashtu siç e do rendi dhe ashtu siç kanë votuar qytetarët në zgjedhjet e lira e demokratike